Selam thot. A kena haram me ba hatme për në kanë tjetër për shembull për babë e nan. Zoti shpërbleft hoxh. Aleikum selam rahmetullah. Edhe ty Zoti shpërbleft. Leximi i Kuranit është pjesë e ibadetit, e adhurimit në përgjithësi. Andaj ulemat kanë diskutuar këtë meselën, këtë çështje, e përmes me ju ngarku shumë na themi lexati Kur'an, komplet lexoj Kur'anin, edhe nat lexim lut Allahun xhaleshanuhu në fund çdo natë që lexon apo çdo ditë apo në fund hatmës kur ta kryen këtë, që Allahu më shpërblyj edhe babën tanë, nanën tonë, edhe akrabatet tu. Thjesht ky ibadet nuk do të më bë biznes. E keni parasysh me fjalën biznes, ku njerëzit çojnë dhe bëjnë pazare, vend çmime të caktuara e kështu me radhë. Por në këtë formë që ke përmend ti, me lejen e Allahut s'ka problem, lejohet.